Këshilli Bashkiak Këmaz zhvilloi mbledhjen e tij të radhës për muajin qershor. Në këtë mbledhje ishin parashikuar plot 12 pika në rendin e ditës, të cilat u shqyrtuan një nga një. Pika 1, miratimin e rendit të ditës. Pika 2, shqyrtim dhe miratim i fondit 6% të ndihmës ekonomike muaj maj 2025. Pika 3, raporti monitorimit të buxhetit Bashkisë Mat për 4 muajin e parë të vitit 2025. Pika 4, shqyrtim dhe miratimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Mat dhe shoqatës kombëtare të bashkive të Shqipërisë. Pika 5, shqyrtim dhe miratimi i listës përfituese 46 familje të programit social banesa sociale me qira, njësi administrative Burrel. Pika 6, shqyrtim dhe miratim i paketës së bursës financiare për disa nxënës të vitit shkollor 2024-2025. Pika 7, shqyrtim dhe miratim i rregullores së shërbimit në Çerdhe. Pika 8, shqyrtim dhe miratim i shërbimit të kërkuar në afat të përkohshëm për realizimin e projektit Festë e Miqësisë. Pika 9, dhënie titulli nderi. Pika 10, raport për monitorimin e zbatimit të dispozitave ligjore në fushën e barazisë gjinore dhe masave ndaj dhunës në familjen nga organet e qeverisë vendore. Pika 11, analizë e punës së sektorit të ujitjes dhe kullimit, si dhe masat e marra për sezonin e verës. Plani i aktivitetit të Këshillit për vitin 2025 dhe pika 12 të ndryshme. Atëherë herim në votim rendin e ditës. Kush është dakord i lutem kartone? Miratohet. Këshilli miratoi në parim të gjitha pikat e rendit të ditës, ndërsa më pas shqyrtoi dhe miratoi me të gjitha votat e anëtarëve të pranishëm projekt vendimin e fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin maj. Në pikën pasardhëse, këshilltarët u njohën me raportin e monitorimit të buxhetit të Bashkisë Mat për 4 mujorin e parë të vitit 2025, ndërsa pika e 4, e cila u miratua me votat e nevojshme, kishte të bënte me një marrëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë Mat dhe shoqatës kombëtare të bashkive të Shqipërisë. Në pikën e 5, pas shumë diskutimeve, këshilltarët miratuan me shumicë votash pro dhe 2 abstenim listën përfituese të 46 familjeve tek programi social banesa sociale me qira, njësi administrative Burrel, ish hoteli i Uzinës, bashkë me vlerën e qiras sipas metrave katror të përcaktuar me ligj. Në vijim, Këshilli miratoi projekt vendimin e pagesës së bursës financiare për disa nxënës të vitit shkollor 2024-2025, rregulloren e shërbimit në Çerdhe dhe projekt vendimin për shërbimet të kërkuara me afat të përkohshëm për realizimin e projektit Festa e Miqësisë. Në fund, këshilltarët u njohën me raportin e monitorimit dhe zbatimit të dispozitave ligjore në fushën e barazisë gjinore dhe masave ndaj dhunës në familje nga organet e qeverisë vendore, si dhe analizën e punës së sektorit të ujitjes, kullimit dhe masat e marra për sezonin e verës.